Në ambientit e shkollës nënvjeçare Gjemal Mici në Durrës u promovua romani Hëna, vepra e parë letrare e autorit Xhevahir Gradica, i cili prej dekadash kontribuon në fushën e arsimit, si mësues i gjuhës letërsisë në këtë institucion. Aktiviteti u organizua nga stafi i shkollës në një atmosferë të ngrohtë dhe mjaft mbreslënse, ku morën pjesë mësues, përfaqësues të Bibliotekës Publike të Durrësit, miq, kolegë dhe dashamirës të letërsisë. Të pranishmit u ndalën tek mesazhet që përcjell libri, mënyra e ndërtimit të subjektit dhe emocionet që ai përçon tek lexuesi. Sipas tyre, Hëna është një roman që arrin të mbajë zgjuar interesin nga fillimi deri në fund, përmes një rrëfimi dinamik dhe disa linjave të ndërthura të ngjarjeve. Është një roman i cili të lë në korrent gjatë gjithë kohës për të ditur se çfarë do ndodh më tej. Një roman tek i cili gjejmë disa linja rrëfimi, linja e dashurisë, linja e investigimit, linja jetësore e shumë të tjera. Ky është romani i parë i Xhevahir Gradicës, por jo kontakti i tij i parë me botën e shkrimit. Autori ka një eksperiencë afro 40 vjeçare në arsim, ndërsa përgjatë viteve ka ushtruar dhe profesionin e gazetarit. Pikërisht kjo përvojë e gjatë me njerëzit, ngjarjet dhe realitetin e përditshëm ka shërbyer si frymëzim për ndërtimin e subjektit të romanit dhe karaktereve të tij. Ajo që më shtyr janë ndjesitë e mia, është jeta ime. Vepra romani ka nota autobiografike, dedikuar, trajtuar në mënyrë letrare, në mënyrë artistike, kështu që ka linja interesante. Në qendër është figura e femrës, ndërsa për mua mbetet shumë e shtrejtë liria dhe i kam shuar nga fillimi deri në fund të romanit është liria e fjalës, liria e dashurisë, liria e besimit. Promovimi i romanit Hëna u kthye jo vetëm në një aktivitet letrar, por edhe në një moment vlerësimi për kontributin shumëvjeçar të autorit në arsim dhe kulturë, duke sjellë për publikun një vepër që ndërthur emocionin, reflektimin dhe mesazhet njerëzore.